E falenderojmë Allahun xhelle shenhu me një falendërim që i takon madhrisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi çdo gjë. Përshëndetjet më të përzemërta i dërgojmë një Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është ndërto xhamin në shtëpinë tënde. Tre janë të vetmuar në këtë botë. Njeriu i mirë në mesin e njerëzve të këqij. Kur'ani që nuk mësohet, lexohet, përmendet dhe xhamia në të cilën nuk falet. Njeriu i vetmuar do të dëshmojë se ka këshilluar, ndërsa ata që janë këshilluar përpara Allahu xhelle shanhu wa xhelle xhelaluhu nuk do të mund të thonë nuk e kemi ditur. Edhe Kur'ani mund të jetë dëshmitar në favorin ton ose kundër nesh, po ashtu edhe xhamia. Një transmetim thot se Allahu xhelle shanhu wa xhelle xhelaluhu ka 7 dëshmitar kundër njeriu. Vendi, sepse atë ditë toka do t'i tregojë lajmet e saj. Koha, sepse çdo ditë që lind thot do të dëshmoj për atë që ke bërë në mua. Gjuha, sepse atë ditë gjuhët e tyre do të dëshmojnë kundër tyre. Gjymtyrët, sepse atë ditë ne do t'u mbyllim gojët e duart e tyre do të na flasin dhe këmbët e tyre do të dëshmojnë për atë që kanë bërë. Melekët, sepse mbi ta qëndrojnë engjëjt shkrues fisnik që e dinë çfarë punoni ju. Libri, sepse Zoti thot, ky libër im do të flasë për ju vetëm të vërtetën. Dhe vetë Allahu xhelle shanhu wa xhelle xhelaluhu, sepse Zotit tënd asgjë nuk i është e fshehtë. Vendi, koha, gjuha, gjymtyrët, melekët, libri, edhe vetë Allahu xhelle shanhu të gjithë do të dëshmojnë. Jo vetëm për atë që është bërë, por edhe për atë që është heshtur, që është anashkaluar, që është harruar. Dëshmia nuk është vetëm për shkatrimet e së kaluarës, por edhe për ndërtimin apo neglizhencën e së tashmes. Andaj sot, përgjegjësia është mbi ne, jo për të kërkuar fajtor, por për qenë të dobishëm, jo për të kritikuar, por për të kontribuar, jo për të ndarë, por për të bashkuar, ecim para duke ia rikthyer shpirtin vendit tonë me dije, me punë, me mirësi, me përulësi, sepse edhe heshtja për të mirën është dëshmi e shpërdoruar apo e shfrytëzuar. Shkatrimi i xhamive nuk ishte vetëm rrëzim i mureve, por përpjekje për të zbehur kujtesën dhe shpirtin tonë, sepse aty ku ka xhami, ka jetë, ka dritë, ka lidhje me rrënjë. Sot kemi nevojë të ndërtojmë, jo vetëm me tulla, por me dije dhe me përkushtim, sepse aty ku rritet feja, forcohet edhe njeriu. Xhamia është shenja më e dukshme e ekzistencës si bashkësi. S'ka shqiptar musliman pa xhami në horizontin e jetës së tij, dhe as bashkësi të organizuar muslimane pa qendër adhurimi. Që kujtimi për xhami të rënuara të mos fshihet kurrë nga ndërgjegja jonë dhe që të jetë një paralajmërim për të gjithë ata që në ndonjë formë tentojnë t'i lëndojnë ato. Ekziston 21 gushti, dita e xhamive. Ashtu si që ekziston dita e tokës më 20 prill për të na rikujtuar detyrimin tonë ndaj ambientit,
Ashtu si që më 15 tetor, shënohet dita e bastunit të bardhë për të na vëdësuar për sfidat dhe të drejtat dhe të verbërve, po ashtu edhe 21 gushti njihet si dita ndërkombëtare e xhamive. Një ditë që na kujton përgjegjësinë tonë ndaj shtëpive të Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Obligimi im ndaj xhamisë është që ajo të na edukojë, të na udhëzojë, të na ndryshojë, e jo vetëm të jemi fizikisht aty. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të vinë një kohë ku njerëzit do të jenë në xhami, në rrethe, saf pas safi, por imami i tyre do të jetë dynjaja. Të jeni të bindur se tek Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu ata njerëz do të jenë të pavlerë. Kur Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu në Kur'anin fisnik përmend ata që ndalojnë përmendjen e tij në xhami dhe punojnë për shkatrimin e tyre, thotë: kush është më zullumçar se ai që ndalon përmendjen e emrit të Allahu xhalla shanuhu në xhamit e tij dhe përpiqet të rënojë ato. Ata s'duhet të hinë në to përveç se me frikë. Po çka i frikson këta njerëz? Nuk janë muret, nuk është arkitektura, duhet të jetë përmbajtja. Por si të friksohet nga xhamia ai që nuk sakrifikon as për ta falur sabahun? Si të ndjej respekt ai që nuk jep asgjë në rrugën e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu? Si të friksohet ai që nderon më shumë ditët e argëtimit të kësaj bote se sa ditët e bajrameve? Si të kenë respekt për xhamin ata që nuk e ndjejnë as dhimbje kur fëmijët nuk shkojnë në mekteb, nuk mësojnë për Zotin, për fenë, për moralin? Si të kenë frikë ata që përqahen vazhdimisht, që edhe në xhami janë të ftohtë me njëri tjetrin, që nuk ja shtrin dorën të afërmit, që mbajnë inate e mlete në zrejt. E nesër, nëse organizohet në ndonjë gjë që shkel mbi vlerat e fesë, nuk do t'ju pengojnë, por u pengon xhamia, u pengon thirrja e saj, u pengon drita që lëshon. Xhamit janë dëshmitar, ato do të flasin për ne ose kundër nesh. Zoti ka krijuar dëshmitar për çdo njeri, tokën, kohën, engjëjt, e ndërto janë edhe xhamit. Imagjino që xhamia të dëshmoj për ti, se në të je falur rregullisht, se aty je edukuar, se aty ke falur, ke mësuar, ke ndërtuar, nuk ke bërë muhabet gjatë hutbës apo predikimit, nuk ke luajtur në telefon gjatë hutbës apo predikimit të cilin imami e mban në hutbë, se ke qenë pjesë e forcës dhe unitetit të bashkisë tënde. Imagjino që ajo thotë, ky njeri në këtë saf e fali namazin, këtu i kërkoj i falje vallajt të tij, këtu dhuroj për të mirën e përbashkët, këtu u betua se do t'jetë më i mirë nesër. Të dashur vëllezër, 21 gushti nuk është vetëm për të qartë të kaluarën. Ajo është një thirrje për vetdije. Është një ditë që na kujton që ne vetë nuk duhet të jemi ata që rrënojnë xhamin, qoftë me fjalët tona, me neglizhencën tonë, me përçarjen tonë, apo me mosprezencën tonë. Muhamedi alayhis salam ka thënë, vendet më të dashura për Allahun janë xhamit. Nëse dëshiron të jesh i dashur për Allahun, lidhë me atë që ai e do më shumë. Nëse dëshiron të jesh i suksesshëm në jetën tjetër, kapu pas asaj që e ndërton shpirtin dhe zemrën. Dhe kur të vijë çasti në varr dhe të pyetet kush ishte imami yt, përgjigjja e vetme që të shpëton është: imami im ishte Kur'ani, sepse Kur'ani udhëzon drejt xhamisë dhe xhamia udhëzon drejt Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. O Zot, bëje xhamin dëshmitare për ne, jo kundër nesh. Na bëj prej atyre që ndërtojnë, ruajnë dhe nderojnë xhamin, që i shkojnë asaj me shpirt dhe që largohen prej saj me dritë në zemër. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.